erdha e dashur, i thot Apoloni. I hidhet e përqafon, edhe i hap këmbët e i fut kokën. I thot qa bën, i thot i dashur, ka ndarruar kaj dashnor, i thot. Nuk e ka parë ndonjëherë këtë stil, tha. Dua të futem, i thot, andega kam dal, Napoleoni. Edhe aty, O Diamant, çfarë mendimi keti? Aty u vërtetua që edhe mamaja e Napoleonit ishte kurth. Po kupton? Ja kalosh i mirë se kam punë, zoti u rujt. Punë të mbarë pjesë. Mirë, I Diamant, hajtë njohemi, ciao. Ikën aliat, kalosh mirë. Gjithë mirë ata. Venda. Gjithë mirë ata. Aty është mirë. Zoti të rujt. Respekte. Edhe ty shala. Po që ati do futesh Napoleoni? Jo, po pse, bëri atë. Nuk i futi gjë Napoleoni, i futi kokën, i tha qa po bën, e kuptove që ishe historia. I futi kokën, i tha kjo, mamaja Napoleonit. Qa po bën i dash, i thot. Kam ndërruar kaj dashnor, i thot, të stil se kam parë, i thot. Nuk i bëri gjë are. I futi kokën, i tha doa të futem ma ndega kam dal, i tha. Po kupton ore? Ta, që me fjallë që nga e vërtet. Po, e kam lexuar në biografinë e Napoleonit Madh, për këtë, ja po ta them cop. Napoleoni Madh aty, Diamant, nuk pinte ujë kurrë, pinte vetëm verë, ja. Pa. Edhe gjoj sekond, kur e humbi luftën me Rusin, e morën në anglez dhe çuar me njishu. Edhe generali ti, e kishë paguar anglez, edhe i the helmin verë. Një helm që nuk të vdiste direkt, të vdiste të më një vdekje afat gjate. Mbas 3-4 vjeç fjalla vjen, po të ruante trupin, gjotë. I thot Napoleoni, te helmi që pinte, e gacmonte, i thot generalit, i thot gjo këtu, i thot, do më tregosh vetëm të vërtetë, i thot, po do të tregosh. I thot, generali më tregoj, i thot, më thoj. I thot, ti më helmon, i thot, po më hedh helm në verë. I thot, unë jam njeriu më besnik i joti. Po ndaj po të them, i thot, te më besik i imi, po dua ta pranosh, i thot që po më helmon, është e vërtet kjo, apo po më gjenje, se unë jam i sigur, thot, për atë që po të them, i thot. I thot, ky jo, nuk e pranoj. I thot, gjo këtu, i thot. Unë nuk pi ujë, thot Napoleoni, është e vërtet kjo, nuk pite ujë. Unë do ta pi verën, i thot. E kishim burg, më në lurvise thot. Edhe gjatë burgimit Napoleoni, e merë gruaja e carit të Rusis në një vallëzim. Edhe duke vallëzuar, e i bën disa pyetje Napoleonit Madh. I thot, o Napoleoni, thot, kaq i madh, e i fuqishëm dhe i pathyeshëm, ti u thyeve, i tha ti. I thot, gjo këtu, i thot, Napoleoni, 2 vezë, po për po që kok më kok, njëra do thyet, në këtë rast u thyova unë, i thot. Sa do të thot, i thot, një puthje për ty, i thot Napoleonit. Synimi veriu, i thot, për pushtuar jugun. Si. Ta do të thot një puthje për ty, i thot, gruaja e carit Napoleonit, ore. Provokimi veriut për të pushtuar jugun. Do me thënë, ishte, ato janë, do me thënë provokim, do me thënë, shkak pasoj, përdojt një shkak që të ketë një, nuk të provokojnë gjera të ty, po kupton, me gjese, me gjera, pasaj. Është e vërtet që Skënderbeu i ka marrë nusën Sultan Mehmetit, e ka rëmbyer? E ke dëgjuar këtë histori? Nuk e di, po unë di këtë që sultan nuk kishin nuse, kishin vetëm një harem që kishin shumë dashnore në harem dhe menin saj që ungrihesh qefi, do me thënë, i zgjidh njëri. Po ndjenin time, të dashmet e sultanit, vetëm sultani ujdise, nuk i ujdise asnjë tjetër. Pa Lipash të Belena, ja ka marrë? Do të tregoj histori pa Lipash të Belena. Po. Lipash të Belena i ka ngritur këngë populli Oshgjar për ka vrarë trimat më të mëdhenj të Janinës, Suljotët. Dhe ka qenë hajduti më i madh i të gjithë shqiptarëve. Pesh e gjyshime. Jo, po dëgjoj tani këtu. Jo, s'po e shaj. Mos ma shaj. Jo, nuk e shaj. Gjyshimesh. Jo. Ka vrarë. Mirja ka bërë. Është Dëgjoj tani gjuar. këtu. Edhe Alipashën
e tradhtoi djali vet. Jo. E ka historia. Po. Djali vet e tradhtoi te turqit. Pse Ali Pasha pinte me bidon atë ko, o bë çuni? Ore, çuni Aliut, çuni të Aliut i thon turqit. Sa ton Flori do i thot që baban tend i thot do ta marrim në Turqi, thot, e ty do të bëjmë pasha, i thot. Babai tend do vjetërsua, ishte 80 ca vjeç. Ky e hegri gënjeshtër. I dha për shembull ata 10 ton Flori. Ju futën Aliut brenda, i morën kokën e i kanë ngritur e këngën. Koka në Stamboll e trupin e Janin. 7 qypa i ka dhenë, jo 10 ton, sa thua ti. 7 qypa, se i ka Ej, të vrano Ali, do me thënë, koka në Stamboll e trupin e Janin, të vrano o Pasha, e ku di unë, të vranë e të shtrinë, e ku di unë ka bë. Po ky që që stopli, që ka qekë? Që si stopil ka që Balkazani. E kam seriozisht, dine histori për atëherë, dha. Jo, që si stopil ka luftuar, do me thënë me turqit tëre. Ma tërko pak. Si ka ndodhur? Lufta, Qo t'i dani këtë? edhe qaj bëjnë turqve. Unë, që stoplin, i kam lezuar, nuk i mbaj shumë, po do të regoj një histori që shumë e vërtet o diamant. Do të regoj për Ademi Ashari, jo këtu, Ademi Ashari, e ka mbajtu 3 ditë rrethuar, nuk i vajtja si forca unë qëke dhe e spionuan kushërinë e parë ti. I ka mbrar 59 vetat familjes. Vetëm i gocë ka shpëtuar 2 vjeqe. Ua. Dhe u qëke dinte që ishe rrethuar, komandanti ushtrisë shërimtare, dhe nuk i vajtja si forcë për ta ndihmuar. Ka qenë 3 ditë rrethuar, sa ju harxuar municionet. E spionuan kushërinë e parë, i dinin lëvizjet, qa bente, qa municione kishte, të gjitha. Edhe Gjeçka Strioti, edhe Gjeçka Strioti, Dua të di për Qerqizin. Qerqizi, qa beri, si e filloj luftën me Turqin? unë po Qerqiz them, populli. e kam harruar se shumë gjëra që unë kam lezuar atë diamanti kam harruar për koktime. Shumë gjëra. S'pas ke ide për Qerqiz. Unë do të tregoj një histori të Ismail Qemalit. Bokos, do të shi delet! Ja, se t'ja burri mira burri Do dhe. të pras delet! Ako pil muti! Ortodoks qif sharop! Ortodoks! Hajde bëjmë shok. Ata Hajde qif bëjmë shok. ortodoksin bëth! Hajde bëjmë shok. Qif shafin dikon! Prano follorsi. Ako pili Ti e burri mirë. vogëla! Ti je djalë me kulturë, ti nuk shan. Pse ke ikur sot amendja? Si ka mundsi? Qif sharop! Mos e shaj tani, po të shikon diamanti, i shturp tani. Okej, Shaj me tani, vërtet lam, do lam. të thonë, do të thonë ke bjeromja, pa të ekur amendja, ke bjeromja. Shaj tani, te fjetë. Po pse m'ke bo blok? Kire spik qik, Po pse m'ke bo blok? Pse m'ke bo kire blok? spik qik për, Xhaxhi Diamantin e Xhaxhi Kostin. Po pse m'ke bo blok? Ma kthe follow-up no cost. Ma kthe follow-up. No Alex. Më fal, nuk të bëj blok. Nuk të bëj blok a shpirt. Për zotin, po pra follow-up zemra se s'ka lezetë për të më bësh më blok. Do të bëj edhe stil 69. Do të bëj stil 69. Kujt për i thot deles? Jo, ty. Do të bëj stil 69. Një dele. Do të bëj stil 69, do të bëj. Kujt për i thot deles apo dashit? Kush do me jashira për kostit bo një like? Jo, Kush do me mos e jashit shaj tan delet kostit? Mos Qa e shaj kanë mren kostit, dele? Kush do me shit delet e kostit bo një like? Nuk jam kosti o budalla. Alex Preza. Kush do me shit delet e kostit bo një like? Mos ke mende kot. Është klon. Kosti vërtet nuk është tu, e ka ikur. Me pushime. Në Kolumbi, më kupton? Po, normal, të këpte. Mos e shaj vërtet, nuk jam kosti e vërtet, unë jam kloni kostit, më kupton? Kosti vërtet ka ikur Kolumbi. Kur të vi, Dukesh. do ta sqaroj, do t'i them që këtë falan ke Roma. Normal, mirë i ka thënë. Qa është e qoban është e kosi? Kush e qoban? Na ke qa karin ma qak mogum në qif shërë ditë për ditë në gjerë. Na ke qa karin, sa e futesh blef me rëmbi i tërgo qak mogu. S'ka pas në herë zi, po njetë vet ja ka falë fendikoja qak karin, të e shqitë në rëmdit. Qa ditë ti i tha për stilin 69?
Jam mësu me delet, nuk jam delo, nuk kosti, nuk jetë të fol me delet. Gjoj sekundë ti ke besë, ti je shumë burrizjuar. Do ma thënë, ashtu si... Më mirë që pranuar të qinin mbyth apo të vrisnin? Ma mirë kishe pranu me ta shi delen mëth. Ta shirë delen mrapsh t'ja bëj Po si unë po të gjoka, pyet, po mërë po të bëj pyetje shok. Më mirë kishe pranuar të qinin mbyth apo të vrisnin? Ma mirë kisha pranu me të shi grun e Fendikos. Po bëj duash me gruan e Fendikosit, shok, unë s'kam pranuar fare një herë. Ti s'ke bërnar? Jo. A qarë pësiri e ti. A ba S'kam pranuar, jo. Po ty, atër, po ty t'jep gruja Fendikos makarona qdo di djele me 2 luk salcë, o karë, atër di ta prunjet e ti ti shpjata në zetë, se ishe mdaj fuqove nga ty, shkove të porta, more pjatën e makaronës, Sa makarona? Ja kishte edhe gruja Fendikos, ja 2 luk kafe me salcë. Sa makarona, mi ka ndaluar doktori. Makaronet të bën makaronet Jo. Se E ke nuk ja gabim. kishte hëll E ke salcën gabim. fix. Unë ka makarona. Makarona, mi ka ndaluar doktor Piperua. Më ka thënë mos ha, se po e makarona, do të zërë koronajoja, do të zërë pandemia. Edhe uj, Po buk kupton, nuk ka makarona. Me pshesh me kosin Konver Hoxhës. Ta e shif sa familjen. Kostë rëpshirit, ka vdek mami s'ke shku jërë. Te vorri, pa ta qjet vorrin e nonës, pa e pagujt i jef 10.000 lek me ta bëjt top mundit mal, mund të vorri nonës mër ta shifsha fisin ortodoks. Jo, mos saj, O fis mos saj, ortodoks. mos saj. O fis Mos pidhe saj, se nuk rëpsh. jam megakosit, ta dish. Jam kopja e megakosit, nuk jam megakosit. Nuk mër ortodoks rëpshirë. Mos saj. Trego, Ortodoks pidhe rëpsh. trego me norma, edhe me regula. Okej. Ta lezet ke? Lam no më bërë, lam no, me vërtet, lam no. Për lije pas, zoti mëse shtur, po o kepe. Manët kanë vllare, lije... Antonio, tek pik vla me të pa nivelin, e pam që hynë vla, si shte vëje me që O njerës, po si më ke lider mua me 9 pik, ore, që keni këtë 9 pik tu, ore, u thap gishti, ore, me 9 pik. Buongiorno Antonio, buongiorno. Like e share Buongiorno gjithë ju, Albanese, buongiorno. ju supportu se megakosit, ore, a ka nëjë supportu tu, ore, se latë na me 9 pik, ore. O ju thap gishti, ore. Gjuri nej nga pele këtu, ore, gjuri nej doj tren, gjuri nej doj baler. Grande Antonio. Gentleman. Gjuri nej baler, o njerës, gjuri nej baler, o burri dhjot. Gjuni një dele. Like e lule, mos i ndani like e lulet, vetëm e lule. Like e lule, mos i ndani lulet. Po ky Bronxi, ky rëpshiri, të gjithë gift e kostit. Që rëpshiri, që kënë si puna vetë. Lije pas, zoti mësi shaj ropë të mbut. Po pse mshan o ti? O ti, Bekim Lala, pse mshan? Unë s'kam shar asnjëherë. Po për shaka kost. Që më dohet më gërgju ty? O Edal, po, gjujnë e nga pelo burri dhe ti ke qenë supportusi megakosit, ti e burri mirë. Se ke devijuara megakosi. Gjuni lesh të deles. Gjujnë e nga pele në një tren. Gjuni karin tim kostit. Për gift. Pse nuk fusim në njerin këto ti... Kebe, edhe të bëjmi kache. Fut ata Armando Araku. Tani, një sekund, tani, anulloj qik. Fut Armando Araku në ti kebe. Pa lez Armando që një mirë për mëse shaj. Pak. Për kokë ti me i mbyllë kërkesat, I mbyllë kërkesat, i pa bindëri. Oha, qa bet, ma bordi dhe atë.